A e dinje që ne nuk jemi të lodhur nga jeta, por nga ndërshkimi që i bëjmë vetes që kur ishim fëmijë. U ritëm duke dhënë shumë dhe duke harruar veten tonë dhe duke dhënë vetën tek të tjerët. Dhe këtë e shikuam sikur është fati. Gjithashtu dham shumë dhe lam veten e zvogëluam dhe morëm pak, sepse kështu na mësuan prindrit tanë. Kështu i mësuan prindrit tanë, gjyshrit, stërgjyshrit edhe të paktën 20 breza nga mbrapa që ne i kemi në ADN-n tonë. Por sot erdhi dita që ne të shërojmë ata dhe të rojmë për veten duke ju thënë që munden. A mos je edhe ti një nga fëmijët që pa dashje e ke ndjerë veten që je zëmëruar me prindrit, me atëherë që ti kërkoj një dashuri si fëmijë dhe nuk e merr një, por a e pyet ndonjëherë veten që a mundet ai prind të jep të ty dashuri, a mori dhe ai dashuri, dhe siç them në shembujt në terapit në grupe dhe në private që bëj, nuk mundet një seri në llamba që t'je djegur një llambë në një pozicion të dytë, të tretë, të shkojë në të tërë rrymën, të ndizen të gjitha dritat. Dhe ne me sistemin përfaqësik transformues, ashtu si edhe dije në grup terapi që bëm këtu në Tiranë, doli që ne ndërshkojmë veten dhe jemi në zëmërim dhe atë zëmërim e mbajmë në shpirtin tonë, por në të njëjtën kohë njëra pjesë jona është në dashuri dhe kujtojmë sepse atë që smorëm duam ta japim ne më mbrapa tek prindrit. Por kjo nuk është balancë, kjo nuk është harmoni, kjo nuk është hierarki, sepse ti bëhesh ai lumi që kërkon të japësh dritë, ose ajo llamba e shojtur të japi dritë në llambat e tjera. Kjo nuk mund të bëhet. Prandaj, të gjithë së bashku, akoma edhe ti që nuk e provuar sistemin përfaqësik transformik 333, të ftoj edhe sot në orën 17 me orën 22 me të Shqipërisë, këtu në Tiranë, të vish, të rezervosh vendin tënd, të shikosh si zhvillohet kjo lloj terapi dhe çfarë ngërçe ke ti brenda, dhe jam e sigurt që kur ti ikësh këtu do mbetesh i manicme nga rezultatet dhe nga ato që vërtet do përjetosh. Metoda sistemi përfaqësik transformik 333 është një metodë që nuk mund të shpjegohet, por mundet vetëm të përjetohet dhe është vetëm një metodë për mua, për ne në Shqipëri, që të lirojmë të gjitha plagët tona të paraardhësve dhe të bëhemi urëshërimi për të gjithë pasardhësit. Ndaj, deri tani, shikonja gjithmonë, akoma dhe unë, shikonja që ishim në një arrogancë. Arroganca, mos kujtoni se është arroganca e keqe, nuk është ajo arroganca mendjemadhësi. Arroganca është që janë fëmijë dhe bëhen prindër i prindërve. Dua të shpëtoj prindin, dua të jetoj unë kur ai të jetë i lumtur, ata të jenë të lumtur. Dhe harrojmë veten akoma dhe kur kemi krijuar familjen tonë. Kjo na bën që ne të kemi në të njëjtën kohë pastaj dhe urrëtie me veten tonë, nuk e falim veten tonë, e ndërshkojmë, nuk e kujdesim, duke punuar shumë, duke mos ngrënë në kohën e dur, duke mos shëtitur, bëjmë gjëra të ndryshme dhe qëndrojmë në vend numëro. Akoma dhe duke ndenjur në një marrëdhënie që ne nuk na mbush dhe presim, jemi në pritshmëri, si atëre që prisnim që nëna, baba jon të na shikonte, të na kujdeste, të na thoshte fjalën të dua, të dashuri, të na përkëdhelte. Por kishim harruar që dhe ata nuk morën. Prandaj, nëse edhe ti ke të gjitha këto që folëm, dhe di shumë mirë që i ke, tash sepse ne si vend kemi atë arrogancën e sëmurë, do thënë shpëtojmë të tjerët duke lënë veten tonë dhe pastaj kalojmë në agresivitet
dhe gjysma e terapisë është të pranojmë, dhe është shumë e vështirë, dhe po them se i kam kaluar të gjitha këto që flas me ty, por shërimi vjen kur ti pranon. Prandaj të pres, ke rastin më të mirë, kam ardhur nga Greqia, vi gjithmonë për ju, sepse rrënjtë e mia janë këtu dhe bashkë me ju shroj dhe unë plagët e vjetë. Dhe sot kujdesu për veten, dhe thuaj sot vetes me dorë në zemër. Sot ndaloj të ndërshkoj veten, kujdesen për veten ti. Mos harro të japësh dhe të zbrazësh veten tënde, se asnjëherë nga zbraztia nuk mund të japim tek të tjerët, ndaj dhe lodhem. Dhe gjithashtu, mos mbaj dhimbje që nuk të përkasin, se nuk janë të tuat. Çdo njeri pa përjashtim ka karmën e tij, ka mësimin e tij në këtë jetë, ka misionin e tij. Prandaj ti mëso misionin tënd, karmën tënde dhe leri prindrit e tu, leri gruan, fëmijët, shokët, shoqet, miqt, të jenë në mësimin e tyre, në karmën e tyre. Mos shko ti ndihmosh, siç kam bërë dhe unë shumë kohë, pa të kërkuar, sepse asnjë person nuk do ta vlerësoj atë ndihmën tënde në qoftë se nuk e ka kërkuar. Sepse i ti, vërtet, je në arrogancë se i del Zotit përpara, i del atij përpara dhe e bën më të dobët. Somos ju gratë për burrat që dalim dhe bëhemi shpëtimtare, dhe thash, kjo është thjesht një këshill dhe atë që vërtet kam bërë dhe dua ta bëj akoma për dite më shumë. Dhe themi sot zgjedh veten, dhe kur filloj unë të zgjedh veten, aty fillon shërimi. Sepse jam dritë, jam dashuri, jam gëzim, dhe gjithçka o shpirtra të bukur është brenda nesh dhe jo jashtë nesh. Ju puth, ju përqafoj dhe jam këtu tash për çdo person dhe në individ dhe në grup, çfarë do dëshire tjetër që të keni, mund të më shkruani në WhatsApp, në Viber 0030 699 321 46 37. Do jem këtu deri të enën në Tiranë.